Tregoni një gjë, si është e mundur që në këtë veprimtari norma e fitimit të jetë e palimituar? Sa spekulimi i tregut. Kjo që spekulimi i tregut. Është lënë tregut. A treg i lirë, ofertë kërkesë, qose unë e përballoj me fitu 2 fishin, qose tregu ka kërkesë, si përpara ka pas kërkesë. Se 3-4 vitet e fundit nuk ka kënë keq. Ma përpara ka kënë shumë herë më mirë, ma përpara ndërtuesat Kjo është pjesë spekulimit, që quhet kanë lujt harush me çmime, kanë bërë çka kanë dashur edhe janë shit pallati pa pse ka pas kërkesë reale. Dëgjoj Marildo, po flas për raportin midis investimit, strukturës ekonomike të një investimi dhe rolit të shtetit në këtë rast, i cili të krijon ty të gjitha garancit, por nuk mund të të lejoj që për shkak të tregut të kesh një normë fitimi jashtë logjikës, jashtë normales. Shteti ty nuk të mund të pengoj për një pronë që ti ke investu lekë të jetës tane, ke investu gjithë shkante, e me të thonë ke me vu çmimin kaq. Jo, ka një gjë. Sepse në qose unë e veç çmimin si për tregu, mus ma blenë, mu me të pronë aty, e unë Jo, nuk po flasim për të njëjtën gjë ndoshta. Nuk po them që shteti të detyrojë ty të mos fitosh. Por shteti di dhe bën llogaritë e kostos së ndërtimit. Me gjithë elementet përbërës, nga toka, pronari, hekuri, betoni, me objektin e përfunduar. Dhe po them, kostoja e ndërtimit është 800 euro metri katror. Nëse po flasim për një ndërtim plus minus... O mora një shifër sa për shembull. Pra, kostoja e ndërtimit 1000 euro metri katror. Në këtë logjik tani, unë të lejoj ty, unë si shtet, që dua të zgjidhë dhe problemin e qytetarëve që nuk kanë mundësi të shkojnë tek 3-4 mijë euro. Unë si shtet, sa logjike është kjo? Të them, nëse kostoja është 1000 euro për metër katror, ti ke një normë fitimi jo më shumë se sa 30%. Ku është po kjo? Në asnjë vend të botës kjo. Ma thuj një vend që aplikon këtë. Shikon, ka vende. Shteti për aq kohë sa merr 15% aty mbi fitimin nuk është se intereson se sa fiton personalisht. Intereson të marrë atë personalisht transparencës për çmimet. Një lloj që llogarit para llogarit margjin e fitimit. Ka vende që... Në event do në konkret që e din ti që aplikojnë. Ka vende që aplikojnë. Po të bëjmë një research, ka vende që aplikojnë, tani nuk mund të mbajmë. Ka vende që mund të aplikojnë këtë, po bëhet fjalë për politika shumë të majta. Unë në fakt jam kundra këtij koncepti. Jo, po pyes, një logjik... Jo, nuk mund të jetë në një ekonomi hapun. Unë e shes si produkt sa dua unë. Qose ma blej kush. Ma përcakton tregu, nuk e përcakton, qose ka fush blerse, unë e shes edhe 3 fish. Po se bleva dhe e uli. Problemi është më i thellë se kaq. Sepse kjo është gati e pamundur, domethënë për ta bërë aq më shumë me një shtet dobët që s'ka instrumenta të mirë që të mund të kontrollojë. Përveç se unë personalisht si pjesë e Partisë së Djathtë jam kundër një koncepti kaq të madh. Po jashtë ndërtimeve në produkte të tjera aplikohet kjo? Ka vende që aplikojnë, për shembull, Greqia ka KUI. Tek UI detyron të gjithë të shesin jo më shumë se kaq. Për produktet e tjera, nuk po flas për banesa për ndërtim, por në fushat të tjera. Aplikohet kështu? E vetmja është bordi tani i çmimeve i karburantit, është kjo është modeli i praktikës. Edhe ai nuk është fort ligjor. Po pse atje nuk duhet lejuar të funksionojë logjika kërkesë-ofertë dhe këtu po? Ose tek produktet... A monopol. Ose tek produktet... Monopol i kurdisë, nuk ka tregi hapun. Vërtet, edhe ajo, është propagandë. Nuk e ndalon dot pikë në karburant, nuk e ndalon. Është një koncept i ngritur, një bord që vendos ka çmimin. Ligjërisht nuk e ndalon dot. Nuk e vëgjobit dot, me të edhe gjykatë e fiton. Është propagandë sikur mori masa qeveria. Nuk ka të bëj fare me një koncept ligjor të ekonomisë tregut dhe me ligjet që ne kemi në fuqi. E njëjta gjë ndodh në sektorin e ndërtimit dhe gjithandej për ligjet që kemi në Shqipëri. Ka vende, siç u thash, Greqia përcakton një çmim tavan për ujin e pishëm. Nuk në çdo vend që mund të marrësh duhet kushdo të ofroj, nëse kemi as për ujin, po kjo nuk ka rëndësi, kështu jemi.